Mishi mbetet një nga produktet më të kërkuara në tryezën festive të fundvitit. Qytetarët shprehen se preferojnë të konsumojnë mish vendas, duke konsideruar atë më cilësor dhe më të sigurt për shëndetin. Unë jam diabetik dhe zakonisht duhet përdor kestrin. Marr vetëm për festa mish shelegu. Unë përdor mishin e viçit. Edhe më pëlqen. Nuk kemi ankesë me çmimi. Tani vërtet është rritur 1000 lekë, po kam qenë tregtar dhe në për festa. Siç ishte vjet dhe para vjet nësoj është. Nuk është rritur 13. Mish viçit, mish derrit, ta bëjmë bërzolla, të kënaqesh. Mish keci, mish qëngjit, e pjekëm në zgar. Bëjmë bërzolla shqip. Nga ana tjetër, tregtarët në pikat e shitjes bëjnë të ditur se kërkesa për mish vendas është e vazhdueshme gjatë kësaj periudhe. Ata theksojnë se çmimet kanë mbetur të pandryshuara dhe u bëjnë apel qytetarëve që të mos shtyjnë blerjet për ditët e fundit për të shmangur fluksin dhe mungesat e mundshme. Që tani kanë filluar njerëzit edhe bëjnë porsi. Çmimi është i njëjtë, edhe ne do mundohemi që ta mbajmë çmimin të njëjtë, se nuk është ndonjë gjë se është ngritur bari apo është ngritur misri. Çmimet e misrit edhe të barit janë ato që kanë qenë këtu e 3-4 vjet më përpara. E kanë mendën për të marrë qëngja, po marrin edhe viç, marrin edhe derr. Marri dhe gjel, gjelin gjirokasë nuk është përdorur, tani ka filluar dhe marrën dhe gjel njerëzit. Unë i bëj apel që të mos ta lënë për të marrë në datën 30 dhe në 31 të dhjetorit, për arsye se dhe neve ndjehemi në vështirësi që vemi tek ai fermeri dhe ai fermeri e ngrot çmimin se thotë që ki ka nevojë dhe therr ata qengjat më të vogël që duhet i therrin në 15 janarit. Dhe detirohet që i therë më shpejt dhe ne ja marrim dhe nuk kanë peshën e duhur ata. Prandaj bëhet dhe kjo ngritja e çmimit. Prandaj duhet të marrin para datës 29 të dhjetorit. Ndërkaq, mishi qëngjit kryeson zgjedhjet e konsumatorëve gjatë festave të fundvitit, ndërsa kërkesa mbetet e lartë edhe për produkte të tjera ushqimore që plotësojnë tryezën festive.